Bajame Metaliu, 70 vjeç, e cila jetonte e vetme në një apartament në katrin e 4 të një pallati në lagjen 17 të Korçës, u gjete pa jetë nga fqinjët që u shqetësuan për mungesën e saj të pazakontë. Gruaja kishte përballuar më parë dëmtime në shtyllën kurrizore si pasojë një rënje aksidentale, gjë që i kufizonte lëvizjen dhe bënte të vështirë kujdesin e përditshëm. Motra e saj, e cila jetonte në Tiranë, vinte vetëm her pas here për të dhënë ndihmën e nevojshme. Fqinja tregon se kishte vënë re mungesën e saj dhe kishte shkuar për të kontrolluar, duke gjetur trupin e pajetë të zonjës me metali. Si të bëjmë sa ta shikojmë një bajame se s'po njihet, edhe mora zonjën, edhe i kom shiu lartë. Ku e pam, ajo kishte edhe nga divani. Eri pasaj lajmëruam motrën në Tiranë, i tham kështu hajde se të ka tekur bajamja. Pasaj lajmëruam policin, eri policia për detyrën e tyre. Policia dhe autoritetet lokale po hetojnë rrethanat e ngjarjes, ndërsa komuniteti në lagje shpreh shqetësimin për situatën e personave të moshuar që jetojnë vetëm dhe pa mbështetje sistematike. Ekspertët e çështjes sociale theksojnë nevojën për programe asistencë dhe mbikëqyrjen më të strukturuar për të moshuarit, sidomos ata në gjendje shëndetësore të ndjeshme dhe burime të kufizuara financiare.